Të nderuar shikues, përshëndetje. Është përvjetori 82 i gjenocidit Çam ndaj shqiptarëve, pra gjenocidi grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë dhe shkupi e mirëpret për të më shumë se një dekadë tashmë ngjarjet kulturore që përkujtojnë këtë tragjedi të madhe të shqiptarëve dhe e cila do të mbetet gjithmonë, do të thotë në memorien kolektive të shqiptarëve dhe një çështje pasgjidhur e cila do të vazhdon edhe sot dhe nuk e dim sa do të shkojë. Ne sot do flasim mëngjesisht rreth Çamërisë, një rajon i cili është një rajon i pushtuar nga Greqia që në luftat ballkanike, luftën e parë botërore, duke përfunduar pra edhe me luftën e dytë botërore në atë që njihet si gjenocidi Çam. Për të pasur një pasqyrë se për çfarë do flasim ne, unë do doja që kamerata të afroj këtu te telefoni im një hartë të Çamërisë, pra është pjesa jugore e Shqipërisë. Është ky rajon, i cili sipas historiografisë shqiptare ka dikund mbi 10.000 km² si territor administrativ, ndërsa si territor etnik, pra ku kanë jetuar shqiptarët, dikund mbi 2.500 m². Aktivitetet kulturore janë të organizuara nga Fondacioni Çamëria Hasan Tahsini në bashkëpunim me organizatën shoqatën kulturore Vizioni më në Shkup. Për të folur mëngjesisht rreth aktiviteteve, por edhe rreth Çamërisë, sot në mua në studio është kryetari i Fondacionit Hasan Tahsini, zotri Alket Veliu. Mirëserit, zotri Veliu. Mirësevgjej. Dhe historiani Qerim Lita. Mirëserit, zotri Lita. Mirësevgjej. Zotri Veliu, çka është Çamëria? Çamëria është ajo krahin e banuar për shqiptarëve autokton, e cila prej vitit 1913 ju shkëput trungut kombëtar dhe sot është pjesë është brenda territorit të shtetit grek. Kjo e parë në aspektin gjeografik. Nëse do të përmendem në aspektin gjeografik, është dhe Konispoli dhe disa fshatra rreth rrotull Konispolit, që sot është një bashkim vete në Shqipëri. Ndërkohë, Çamëria është për ne nuk është vetëm territor, është një histori. Çamëria është një krahin në vetvete që mbart një periudat të hershme që nga antikiteti të lavdishme të asaj popullate që ka jetuar atje, pra popullatës shqiptare, dhe sot është një plagë e hapur e kombit shqiptar, pasi është ajo popullatë e cila është dëbuar nga shtëpitë e veta, ka pësuar një dhunë nga ushtria greke dhe është ushtruar një genocid në Çamëri, e cila pret zgjidhje. Mund të them, është ajo krahin edhe që banorët e vetë janë akoma mira për tyre që janë gjallë, që kanë lindur në Çamëri, të cilët presin të kthehen në shtëpinë e tyre. Pra, Çamëria është ajo krahin e banuar për shqiptarëve prej shekujsh, e cila pret banorët e vetë. Tani, si është realiteti shqiptar në Çamëri, nëse mund të themi kështu? Do të thotë, ka ndonjë shqiptar që jeton në Çamëri? Atëre, në bazë të një censusi të fundit të bërë në Greqi, kur Çamët jetonin atje musliman, në 39-ën, Çamëria ishte një krahin me rreth 60.000 banor, prej të cilëve 30.000, paka shumë 30.000 ishin shqiptarët musliman. Pjesa tjetër, rreth 23-24.000 kanë qenë shqiptarët ortodoks, dhe pjesa e mbetur ishin grek ose vlle. Ata që u dëbuan ishin shqiptarët musliman. Pra, u dëbuan për shkak edhe të përkatësisë kombëtare dhe fetare. Dhe pjesa tjetër që mbeti, shqiptarët ortodoks, mbi ta është ushtruar një dhunë sistematike për t'u asimiluar. Pra, asimilimi ka ardhur që nga mos përdorimi i gjuhës, nuk është lejuar që në Çamëri të kishte shkolla të gjuhës shqipe, madje e kam përmendur dhe herë të tjera në shumë daljet mia publike që Greqia ka ende dhe sot e kësaj dite një ligj, edhe pse nuk po funksionon në Çamëri, një ligj i cili e ndalon përdorimin e gjuhës shteti fqin, në rastin konkret gjuhën shqipe në Çamëri, në një
distancë 60 km nga kufiri. Kjo ka bërë që për shumë vite më radhë, kur Çamëria nuk ishte atë turizëm që ka sot, ka bërë që në Çamëri të kufizohej dhe gjua shqipe të flitej vetëm brenda familjeve. Pra, mos të flitej në ambientet hapura. Në të kundërta, do dënoheshin fillimisht kanë qenë gjoba dhe nëse do të kishte raste të përsëritura edhe me dënime më të ashpra. Por me ndryshimin, sidomos të viteve të fundit, të dhjetëvjeçare të fundit, të ka një zhvillim turizmi në zonën e Çamërisë dhe turistët sot mund të them që prej 2 vitesh shqiptarët janë nga të huajt për Greqinë, ata që vizitojnë më shumë Çamërinë, sidomos pas liberalizimit të vizave në Kosovë, janë shumë për shqiptarëve të Kosovës që vizitojnë Çamërinë, sepse shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Shqipërisë kanë pasur më herët këtë mundësi. Dhe për ato struktura hoteliere dhe që operojnë në Çamëri, ka qenë sot, le të themi, është kthyer një lloj domosdoshmëria e gjuhës shqipe, por e kanë shumë të thjeshtë sepse shumica e tyre kanë gjuhën e nënës. Madje është interesant fakti për të përmendur se nëse deri dje disa prej tyre dhe i pyesi që ku e keni mësuar gjuhën shqipe dhe ishi disa prej tyre thonë ja këtu e kemi mësuar me këto që vinë turistët, por e vërteta është që ata flasin një dialekt që nuk flitet në Shqipëri. Pra dialektin e Çamërishës së vjetër që ne çamët e kemi dëgjuar vetëm në shtëpi tona prej gjyshërve dhe gjysheve tona. Ka shumë dallim nga shqipja e zakonshme? Është gjuhë shqipe, por është dallon, është dialekt që dallon. Themi është dialekt që folmja e Kosovës me të Shqipërisë apo dallon ose Tetovës me të. Atëre dallon është toskërishte, por është një dialekt që dallon le të themi nga Labëria, nga Myzeqeja, nga Tirana, nga Korça. Afrohet, është pak a shumë një dialekte ato që kanë rritur më fort sot janë arbëreshët e Italisë. Është ky lloj dialekti i ngjashëm dhe arvanitët. Me këto ka më shumë ngjashmëri çamërishtja. Që do të thotë që ata banor, për të ardhur tek tema jon, ata banor që jetojnë atje flasin gjuhën e vjetër shqipe, çamërishtën e vjetër. Jo gjuhën e mësuar as nëpërmjet librave, as nëpërmjet turistëve shqiptar që shkojnë në Çamëri. Zoti Lita, ju keni botuar 2 vëllime me domethënë historinë çame bazuar nga Arkivi Shtetëror i Shqipërisë. Më thatë më herët edhe para se të futemi këtu në studio edhe nga Arkivi i Serbisë apo jo, rreth çështjes çame. Pyetja ime para se të kalojmë domethënë brenda aty botimeve që keni bërë. Ne tash po flasim për gjenocidin ndaj çamëve në luftën e dytë botërore. Ka të dhëna për masakrat që kanë filluar që nga lufta ballkanike në 1912-13? Falenderoj për këtë emision që është muji i krajinës të shqiptare, Çamëria, si që është Çamëria. Dikur në shekullin 19 ne humbëm Sanxhakun e Nishit, ne humbëm 17 venbanime, bon pastrimet etnike, pas viteve pastaj në 1924, pa njëta politik, vetëm nga jugu, Greqia, boni pastrimin etnik. Po ki pastrim etnik nuk filloi në 1924, filloi që në luftat ballkanike, dhe me pushtimin e Çamërisë dhe të pjesës jugore dhe juglindore shqiptare, burimet arkivore theksojnë se janë shkatruar nga ushtria teshme pushtuese greke mbi 400 fshatra, duke filluar nga Çamëria deri në Korçë, mbi 400 fshatra. Këtë e thekson gjeografi i mirënjohur shqiptar, studiuesi Bajram Gashi, profesor Bajram Gashi, në dokumentin e një studim të tij, Shqipëria etnike, kufit e Shqipërisë etnike, thekson shumë qartë, edhe aty përmendet edhe krimi dhe gjenocidi që u bë edhe ndaj çamëve dhe Çamërisë në tërësi. Për të vazhduar pastaj edhe gjatë luftës së parë botërore, por veçmas politika anti-shqiptare vazhdoi në
pas marrëveshjes së Lozanës, që midis Greqisë dhe Turqisë, që u nënshkruan në Gjenev, Lozanë me 30 janar 1923, shkëmbimin e popullsisë, sipas disa burimeve që janë këtu në dokumente, dikun rreth 10.000 qam u shpërngulën. Zoti Alketi e tha për periudhën pas kësaj, që kanë jetuar dikun 20 deri në 30.000 musliman, por sipas dokumenteve, që këtu në këta dokumente, flasin në lufta para se të pushtohet Çamëria. Çamëria kishte një popullsi prej 63.000 shqiptarëve, prej tyre 40.000 ishin musliman dhe 23.000 ishin ortodoks. Domethënë diku numri i përgjithshëm ka qenë 63.000, ky numër pastaj pas vitit 1923 ra, domethënë musliman sipas burimeve, gjithmonë flas sipas burimeve shqiptare, ra nga 40.000 musliman ra në 23.000 deri në 25.000, që do të thotë se brenda kësaj periudhe rreth 15.000 qam u zhdukën, u shpërngulën. Kjo do të vazhdojë te kjo politikë e tillë, po që se nuk reagoi ke diplomacia shqiptare. Duhet të theksuar rolin jashtëzakonshëm në mbrojtje të çështjes shqiptare, veçanëri të çështjes Çamërisë, të diplomatëve shqiptar, duke filluar nga Mithat Frashi, i madhi Mithat Frashi, për të vazhduar me Mehdi Frashin, i cili shquhet në seancën e 50 të lidhjeve kombje që u mbajt në Gjenev me 5 qershor 1928, ku ai pat një ballafaqim se ishte i deleguari special i qeverisë shqiptare, Mehdi Frashëri, pat një ballafaqim special me të deleguarin grek, Politis, sa më kujtohet emri, dhe ai me argumenteve dhe fakte nxori në shesh të gjitha gënjeshtat e politikës greke, i nxori në shesh dhe si rrëdhoi kësaj filluan një politikë pak si më e butë ndaj elementit shqiptar në Greqi, sepse deri në këtë periudhë, domethënë çamët as që mund të flishin gjuhën shqipe, por një rol tjetër që luajti ishte edhe një diplomat tjetër, Rauf Fico, i cili nga 1937-38 u emërua ministri i plot fuqishëm apo ambasador shqiptar në Greqi. Ai fal politikës së tij u arrit në vitin shkollor 1938-39, çuditërisht, sepse në Kosovë kjo nuk u arrit, çuditërisht që në 10 shkolla të Çamërisë, edhe ato shkolla ishin shkolla greke, po nxënësit ishin shqiptar, 10 shkolla të Çamërisë të lejohet lëndja e gjuhës shqipe. Edhe u dërguan 10 mësuesët shqiptar, edhe kjo ishte diçka një fitore për kohën, flasim. Kjo zgjati vetëm deri në vitin 1900, deri në pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, dhe pastaj për të vazhduar politika antishqiptare nga kryeministri atëhershëm, që sepse Italia siç dihet e humbi luftën me Greqinë, dhe u hakmorën qeveria greke, mori një masë të dhunshme në vitin 1940, dhe gjithë meshkujt, domethënë duke filluar nga mosha 16 deri në 17, i morën dhe i internuan në ishujt më të largët të Greqisë. Një pjesë e madhe të tyre u ekzekutuan, u masakruan. Sipas disa burime këtu që flasin, mbi 500 burra u masakruan, ndërsa pjesa tjetër, një pjesë e madhe e tyre vdishin nga uria, nga vojtjet. Kjo zgjati deri pushtimin e Greqisë nga ana e Gjermanisë, që pastaj një politikë e tillë të kthehet shpresa tek çamët, sepse siç dihet nga shtatori vitin 1941 në Çamëri u hapën shkollat e para në gjuhën shqipe me dekret të ministrit të atëhershëm të arsimit Ernest Koliçi. Në Çamëri u dërgua Baba Meto, u dërgua për ta shqirtuar çështjen e hapjes shkolla shqipe, dhe aty u hapën shkolla shqipe për e parë, që këta shkolla vazhduan deri në vitin 1944. E tash si qëndron, zoti Veliu, si qëndron tani kjo çështja, për shembull, nëse ka pasur një progres të tillë, që të hapen edhe shkolla shqipe atje. Nuk kanë qenë shkolla shqipe, ka qenë kohën e Shqipërisë, të keq kuptohet. 41-shin. Qartë. Në Çamëri apo? Çamëri kanë qenë lëndë e gjuhës shqipe, mirë, kohën e qeverisë. Mirë. Tani, për shembull, si qëndron çështja e gjuhës shqipe në shkolla në Çamëri?
Ajo nuk lejohet, ne folëm pak më herët që nuk lejohet as të flitet në bazë të ligjeve greke. Kemi një regres në këtë drejtim, apo? Regres dhe ka patur momentet, siç e tha profesor Lidaj, që është kthyer gjua shqipe edhe u njoh dhe si minoritet çamëria në vitet 30, në vitet 30, por gjithmonë kjo ka qenë dhe për shkak të një presioni të qeverisë shqiptare dhe një kontributi të jashtëzakonshëm, siç e përmendi profesor Lidaj, një nga emrat që dhe unë do doja ta përmendja për kontributet që ka në çamëri dhe për çështjen çame në tërësi të Mithat Frashit. Mithat Frashi ka qenë një nga ata që ka këmbgulur pranë qeverisë greke dhe kancelarive europiane, që ai shkëmbim popullsie që le të themi u miratua mes Greqisë dhe Turqisë për grekët dhe turqit në bazë traktatit Lozanës 23, popullata çame të përjashtohej nga ky shkëmbim sepse ishte popullat shqiptare dhe jo të trajtohej sipas orekseve të shtetit të Greqisë asaj kohe, të trajtoheshin si turq. Ndaj ajo që mund të them dhe dua ta vlerësoj këtë si fakt që edhe pse shteti shqiptar ka qenë më i dobët, pra dhe më i brisht, sepse flasim për një shtet shumë të ri pas 12-ës, ama ka qenë më kombëtar. Ka qenë një shtet që ka patur një vokacion më të fortë kombëtar se sa Shqipëria shteti shqiptar e viteve që pasuan deri ditët e sotme. Atëherë flitej për çamërinë. Madje mund të them që ka patur dhe një vendim të parlamentit të viteve 30, që sa herë çështja shqiptarëve të Kosovës dhe të çamërisë ishte e nevojshme për të trajtuar në parlament, parlamenti mblidhej në mënyrë të jashtëzakonshme për shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e çamërisë. Pra, dhe nuk duhet të lëm pa përmendur dhe shumë figura dhe personalitete deputeta asaj kohe, pra elita shqiptare e atyre viteve, e cila kishte kurajën të fliste, e cila kishte kurajën të kërkonte. Pra, gjë që sot ne e kemi shumë të vështirë të i gjejmë sot në Shqipëri. Unë mund të them që pas vitit 1945, ajo që ka ndodhur me shtetin shqiptar është që kemi një heshtje totale për çështjen çame, ka pasur vetëm disa momente sporadike dhe në fakt është pak interesante, duhet ta përmend një fakt shumë interesant që ka ndodhur gjithmonë që në ardhjet e pushteteve të reja dhe qeverive të reja në Shqipëri ta përdorin çështjen çame si një lloj, le të themi, kauze edhe për efekte propagandistike apo edhe elektorale. Vlen përmendet që në kohën e Enver Hoxhës, pra kur në konferencën e paqes në Paris në 46-ën, Enver Hoxha pati një debat me kryeministin grek dhe ka kërkuar të drejtat e çamëve në këmbim të presioneve që bënte Greqia që Shqipëria mos të njihej edhe si pjesë e aleatëve dhe fituese e luftës, por ishte pikërisht ai pushtet i Enver Hoxhës, e cila vazhdoi më tej me le të themi me regres të çështjes çame dhe deri atje sa që ndaj çamëve u ushtrua dhe një lloj presioni dhune sistematike, sidomos për humbjen e identitetit të vet dhe për mos avancimin e kërkesave të kësaj popullate për të rikthyer në shtëpitë e veta. Dhe kjo vazhdoi, mund të përmend konfliktin e Malit Gramoz, ishte konflikti i 49-ës që ishte mes, le të themi, komunistëve, ishte koha e luftës së komunistëve dhe të qeverisë greke, atë kohë dhe komunistët kaluan në Shqipëri dhe pati një lloj direktive nga shteti shqiptar i asaj kohe që të shkojnë dhe të dërgojmë çamët atje për të luftuar me flamur grek kundra grekëve. Elita çame e asaj kohe është mbledhur në Tiranë dhe e ka kundërshtuar në 49-ën, e ka kundërshtuar dhe ka thënë që ne, nëse është për të luftuar, ne do të luftojmë për shtëpitë tona dhe me flamur shqiptar, se ne jemi shqiptar, ne nuk jemi grek. Kjo vijoi pastaj në kohën e Enver Hoxhës, vijoi me heqjen e pasaportave në Shqipëri, e cila ka qenë e dhunshme, duhet të thënë që ka qenë e dhunshme. Janë shumë që e ngatrojnë procesin e dhënies në shtetisë shqiptare me heqjen e pasaportave dhe marrjen e pasaportave greke, sepse, dhënia në shtetisë shqiptare e kuptoi
është normale, ishin qytetarë që po jetonin në Shqipërinë ato kohë dhe ishte gjë e dur, por heqja e pasaportës është një proces tjetër. Heqja për mua ka qenë një gabim dhe mund të them dhe një dëm që i është bërë çështjes Çame. Pse them dëm? Sepse kjo çështje padyshim do të vi një ditë që do të vi koha edhe për të ballafaquar nëpër gjykata ndërkombëtare. Edhe pse çështja është politike dhe zgjidhja në fakt duhet vi mes dy shteteve dhe politike. Por nëse shkojmë në gjykata, atëherë Çamve u kemi hequr dhe kësaj çështje i kemi hequr një provë materiale, siç ishin pasaportat. Pra, për mua është një dëm që është bërë dhe sot e kësaj dite, nuk dihet se ku janë pasaportat e Çamve që janë mbledhur me dhunë në 53-shin. Dhe më tej pastaj mund të them që u finalizua me të ashtu quajturat grupe armiqësore Çame kundra pushtetit asaj kohe, që ishte grupi i Temesejkos, që ishte një fasad, duket gjithçka në video që kanë dalë sot. Ishte një krijes, një sajes për të baltosur, për të damkosur të popullsi dhe për ta vënë, le të themi, në imazhin e shqiptarëve të popullsi përballë shtetit shqiptar. Por edhe nëse për mos u zgjatur, edhe nëse vim, le të themi, me ndryshimin e sistemit, e njëjta gjë ndodhi me pushtetin e ri pas 90-s, kur vjen në pushtet Sali Berisha, shkon në Konjspol dhe thotë që mua Çamërin ma ka lënë amanet baba. Dhe është po ky Sali Berish që e nisi le të themi me një lloj premtimi për të trajtuar çështjen Çame, i cili sot e dim të gjithë që ka bërë pakte për mua që janë të deri në atë limitet e tradhtisë kombëtare, se bësh pakte me projektin e Vori Epirit, e cila përfaqësohet sot nga Fred Beleri, nuk di është e tepërt dhe është antikombëtare e bërë kjo nga politika shqiptar. Dhe vitet që vijuan, Fatosnano, pushteti i tij nuk është se u ignoroj totalisht çështjen Çame, por edhe pushteti i soçëm që kemi të kryeministit aktual, Edi Rama, erdhi në pushtet me një rezolut alternative, premtoi që do të vinte në parlament çdo 6 muaj për të dhënë llogari për çështjen Çame, në një farë mënyrë dhe për të informuar parlamentin për ecurinë e çështjes Çame, madje është edhe për të thënë një fakt që duhet ta vlerësoj. Për herë të parë një qeveri shqiptare dhe adoptoi çështjen Çame në programin e qeverisës, por e cila ngeli vetëm në letra. Pra, të gjithë e kanë qeveritë shqiptare dalë nga ajo heshtja, edhe pse vitet e forcuan shtetin shqiptar, dhe shteti shqiptar sot është më i fortë se ai shteti që përmendi dhe profesor Litaj për të viteve 20-30, por atëherë ishte shteti më kombëtarist se sa ky shteti i sotëm. Duket se pra sipas kësaj do të thotë qeveritë shqiptare pas të 30-tave ose konkretisht gjatë kohës së komunizmit me Enver Hoxhën dhe deri sot, çështja Çame duket jetë një barë për të dhe jo një kontest, një problem për t'ju përkushtuar dhe gjenjë një zgjidhje, do të thotë edhe për pronësinë e shqiptarëve në Çamëri. Zoti Lita, ka të dhëna nga arkivi shtetëror i Shqipërisë ose cilë është qasja ndaj Çamëve dhe Çamërisë në periudhën prej viteve 45 e këndej? Me ta borç për librat, për këto botimin, me ta borç para se të përgjigjem pyetjen tuaj, do të theksoj se kjo është projekti i Fondacionit Alsar. Interes të jashtëzakonshëm shprehu kryetari i fondacionit, zoti Mendigura, dhe këtë projekt e kemi realizu unë bashku me kolegun tim Shkelzen Halimin, dhe ne kemi qenë disa herë në hulumtime për realizimin e këtij projekti, në hulumtime në 2 arkivat shqiptare, në arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe në arkivin qendror të shtetit. Dhe njëkohësisht ne kemi dokumente që i kemi siguru, i kemi marrë gjatë viteve 2017-2018, kur kemi qenë bashkë me Shkelzen Halimin në hulumtimin në arkivin e Jugosllavisë, jo të Serbisë, por Jugosllavisë, sepse dallon arkivi i Jugosllavisë, sepse ai arkiv është arkiv ish Federatës Jugoslave, që është themeluar në vitin 1918, domethënë aty ka dokumente për territorin atëhershëm Jugoslav nga viti 1918 deri në shpërbërjen e asaj federate, që do të thotë se
edhe ne si shtetas të Maqedonisë kemi drejt të përdorim atë arkiv, sa ai arkiv, edhe pse qendrën e ka në Beograd, është i përbashkët i të gjithë e tërë popullsisë së ish Jugosllavisë. Së ish Jugosllavisë. Prandaj ne shfrytëzuam edhe kemi edhe burime, pra domethënë kemi një domethënë jo të Serbisë, po të ish Jugosllavisë. Dhe unë nuk mund të flas për periudhën pas 46, unë flas deri 46-ën, si ka, po prakisht desha të theksoj se ne nuk him në thelb. Çka ndodhi në qershor, që tash para 82 vjetëve? Çka ndodhi? Me 27 qershor, vitit 1944, në Çamëri u fut banda e Napoleon Zervës, dikun sipas burimeve 5600 bandit apo një njerëz të armatosur, po një milici paramilitar që ato thush atine, u futën në Çamëri dhe ai Napoleon Zervas e thiri parin dhe u premtoi se nuk do të keq përdoret popullata, se do të mirë, po këtë premtim ishte vetëm letër dhe po ditë ai filloi krijimin e masakrës dhe aty sipas disa dhënave, thonë vetëm gjatë asaj periudhe u vranë dhe u masakruan dikun rreth 1100 shqiptar, popullat përgjithësi, numri më i madh ishin burrat, por kishe edhe gra, fëmijë dhe pleq. Domethënë kjo ishte fillimi. Prandaj ne është muaj i Çambe, qershori, domethënë 27 qershori është dita kur ka filluar pushtimi apo shkatrimi i Çamërisë, përfundimtar sa i ka filluar. Ishte Napoleon Zervas, që për të vazhduar pastaj edhe periudhën mars 1925 dhe sipas burimeve këtyre dokumenteve, se këtu ka dokumente nga viti 1913 deri në vitin 1946, janë dokumente shqiptare, janë dokumente diplomatike shqiptare, janë dokumente të Çambe, të Paris Çambe, që i kanë shkruar asaj kohe Paria Çame me zhdiluara botërore, ka lutëror të rëndësishëm, se Çamëria quhet edhe për nga ka qenë një ndër shqiptar, si një ndër banorët më të shkolluar të kohës. Kanë qenë, ke pas Çamërit, e kje Hoxha Taksinin, e kje pikrisht që ka burimin rënjët i kapi Çamërie, po ke pas personalitetet të shquara, të cilët pastaj ata kanë shkruajtur historinë. Edhe ne kemi historinë, ata që ne kanë shkruajtur. Si ka qenë Çamëria para 13-të? Çka ndodhi me Çamërinë? Është karakteristikë se pastaj edhe fronti edhe Këshilli Nacional Qërimtar Çam, Komiteti Antifashist Çam, edhe pse ka pas një ideologji komuniste, po kur ta shofsh historinë Çame, ata nuk i shmangën, janë dokumente këtu, edhe pse ata ka qenë bas ideologjike, por ata kanë luajtur një rol jashtëzakonisht madh, sepse ata kanë dërguar, unë mora sa për ilustrim, një memorandum, sa për ta pa, që kanë dërguar memorandum Asamblesë së Lidhjes së Kombëve në Londër. Kjo është nënshkruar me 11 janar 1946. Komiteti Antifashist i Refugjatëve Çamër. Mund ta ktheni nga kamera që... Po. Si lloj dokumentesh ke me bollok këtu nga komitet, po janë në shifrat, e që ka me interes të teksohet, se dikun si pas këtine dokumenteve, nga Çamëria, përveç atine që u vërar, që u masakruan, është një numër jashtëzakonisht i madh, dikun si pas burimeve, dikun 2700 janë vrarë, janë masakruar, por rreth 3000 kanë vdekur nga uria gjatë, domethënë numri i Çamve nuk dihet saktësisht, po dikur sillet rreth 6000 që kanë psuar, domethënë kanë humbi jetën, qoftë për shkak urisë, qoftë për shkak ftohtit, qoftë për shkak, por pjesa më e madhe kanë qenë të masakruar, po edhe çka më e keqe, janë përdhënu edhe nanat, edhe motrat, edhe vajzat shqiptare, janë përdhënu nga kriminalët grek. Këtu flasin dokumentet qartë, flasin se ne nuk duhet ta fshefim. Çka kanë bën? Kjo është krim, kjo është gjenocid. Kanë bërë gjenocid. Realisht, grekët kanë bërë gjenocid ndaj popullsisë shqiptare Çame. Po çka ndodhi këtu pastaj? Çka ndodhi? 18.000 e sa Çam erdhen u vendosën në territorin e Shqipërisë
se vjetër, apo si e quaj dikur, apo që Shqipërisë londineze, si ta quajmë, apo Shqipërisë politike, si do të ta emërtojmë, edhe ata u shpërndan në 6 prefektura. U shpërndan, nuk i lanë politika tërshme ideologjike komuniste, nuk i lejoj qamët t'jenë në afërsi të kufirit grek. Nuk i lejoj, po i vendosin në 6 prefektura. Pse ndodhi kjo? Po shkak se ishte ideologjia e tillë që nuk lejoj ke një mobilizim të popullatës. Edhe ato u vendosën, janë me shifra, në Vlorë, prefekturën e Vlorës, Beratit, Durrësit, Tiranës, edhe madje në Shkodër kanë quajtur, në Elbasan. Do të thënë 5-6 prefektura që kanë vendosur, i shpërndan. Edhe sot i ke ata, i ke po shkosh në Elbasan ke Çam, shkosh në Durrës ke Çam, kudo. Këto prefektura, flasim për shembull Durrësi, në Durrës ke Kruj, Kavaj, janë këtë kur flasim për Tiranën, kur flasim për Elbasanin, për Beratin janë bashkitë, do të thënë që Çam. Shumica kanë qenë Vlorë, por edhe në Durrës ke një numër të madh. I shpërndau. Edhe çka është edhe diçka e tha zoti Alketi, është interesant se me urdhën të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Shqiptare u formu një komision për të hulumtuar krimet, në thojza, të nacionalistëve çam ndaj elementit grek. Kjo është çuditërisht. Është shndruar qeveria shqiptare atëherë në armike të edhe u formu komisione dhe madje u arrestuar një pjesë e tine, megjithse komiteti bëni punën e vet, arriti deri diku ti mbroje, por nuk kishte mundësi. Një pjesë e tine u burgosën, u arrestuan, janë listat që janë arrestuar, do të thonë kjo politikë ishte sepse asaj kohe Enver Hoxha dhe politika e tërshme ishte e vllaznuar me Beogradin, edhe politika e Enver Hoxhës ishte në dam e të qamërisë, sepse në Greqi ishin aleatët anglo-amerikan. Qeveria po që se qeveria e Enver Hoxhës kisha anu nga anglo-amerikanët e jo nga sovjetikët dhe nga jugoslavët, unë jam i bindur se çështja çame do të mirte një kahje tjetër, pozitive do të mirë, unë jam i bindur. Por këta, madje në dhjetor në 1945, i ndërpreu qeveria e përkohshme e Enver Hoxhës, i ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në mars 46 edhe me Mbretërinë e Madhe, Mbretërinë e Bashkuar, Mbretërinë i ndërpreu edhe komplet, edhe pse deri në atë kohë ishin një pjesë intelektualëve si Sefullah Malishova dhe të tjerë, që mbronin që Shqipëria duhet tjese 50% pro-anglo-amerikanëve, 50% mos lidhet komplet me sovjetikët dhe me jugoslavët. Kjo ishte politike damshme. Pse? Sepse në këtë periudhë shpërtheu lufta civile në Greqi. Edhe jugoslavët mbronin Partinë Komuniste Greke, se ishin elementi slav aty, mash ke zonën e Selanikut, kjo pjesë elementi slav, edhe tër armatimi që shkoj nga Jugoslavia, nga Bashkimi Sovjetik, përmes territorit shqiptar. Edhe ata ishin anglo-amerikanët. Edhe mendimi jem është se ka qenë një politike gabushme që ka dëmtu në mënyrë të veçantë qamët dhe qamërinë. Atëherë, nga në vitin 91, ra diktatura komuniste në Shqipëri, erdhi demokracia, dhe pse nuk e kanë shfrytzuar qeverit si të Sali Berishës e kështu me radhë, deri sot do të thotë çështjen çam ose elementin çam brenda Shqipërisë për të bërë presion ndaj Greqisë që pronat të rikthehen apo çamëve dhe të vendosen në vendet e tyre e stërgjyshrëve dhe të hapin edhe shkolla shqipe, do të thotë kjo është e drejtë e garantuar me ligjet ndërkombëtare. Pse nuk e kanë bërë këtë? Atëherë dinamika e çështjes çame pas viteve 90 është e tillë. Ne kemi kemi 2 vizita në fakt, ish kryeministri të asaj kohe Konstantinos Mitsotakis, babai të kryeministrit të sotëm. Vizitën e parë ka bërë kur presidenti ishte Ramiz Alia. Për i vërtetës duhet thënë që nga ana e presidentit të asaj kohe
është kërkuar me forcë dhe ka patur një debat lidhur me çështjen Çame për të respektuar të drejtat e kësaj popullate të shqiptarëve të Çamërisë. Mos ta harrojmë se pikërisht në këtë kohë u krijua dhe shoqata patriotike Çamëria, e cila filloi të bënte presionin e vet dhe doli si një faktor që organizata e parë e krijuar në Shqipëri, presionin e vet dhe politikës për trajtimin e kësaj çështje të rëndësishme kombëtare. Dhe kemi dhe një vizitë të dytë, një vit më pas, në 92-shin përsëri të Konstantinos Mitsotakis me presidentin pasardhës Sali Berisha dhe me kryeministrin Meksi. Dhe këtu kemi edhe mund të them një moment interesant për çështjen Çame, se kryeministri Mitsotakis në atë kohë, edhe pse nuk pranonte rikthim të Çamëve në shtëpitë e veta, ai pranoi që kemi një çështje Çame. Dhe ai pranoi që kishte rënë dakord dhe me presidentin Berisha edhe me homologun e vet Aleksandar Meksi, kryeministri Meksi, për të diskutuar për pronat e Çamëve. Pra, ky ishte një moment shumë i mirë që shteti shqiptar duhet ta shfrytëzonte për të vijuar më tej në takimet e radhës që kishte me palën greke në të gjitha nivelet e përfaqësimit të këtyre të takimeve, për të avancuar me kërkesat. Por ajo që ndodhi ishte krejt e kundërta. Ajo që ndodhi ishte që në vend që ne të avanconim me kërkesat tona, ne harruam dhe lam institucionalisht flas si shtet shqiptar, nuk u diskutua më as kjo, le të themi, çështje e cila u dakordcua dhe u ra dakord me kryeministrin Konstantinos Mitsotakis në 92-shin. Pra, këtu kemi të bëjmë me një lloj rikthimi të shtetit shqiptar në ato pozitat të heshtjes. Unë mund të them që përqafoi në një farë mënyrë agjendën greke të heshtjes dhe institucionet shqiptare dhe shteti shqiptar. Por ishte detyrimi dhe vazhdon të jetë detyrimi i shtetit shqiptar që çështjen Çame ta ketë pjesë të diskutimeve bilaterale Shqipëri-Greqi. Është detyrim që buron dhe nga Kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, unë kam parë që diplomacia e mpasme dhe ka vijuar deri ditën e sotme ka qenë një diplomaci për çështjen Çame dhe çështjen kombëtare, mund të them antikombëtare për Çamërinë. Sepse të heshtësh është njësoj sikur të pranosh që ajo ka ndodhur ose nuk ka ndodhur diçka, ose ajo që ka ndodhur pranon le të themi narrativën greke. Ndaj nuk hezitoj të them që për Çamërinë diplomacia shqiptare ka ndjekur linja le të themi antikombëtare. Dhe në vitet që kanë pasuar kemi patur disa raste sporadike në shtetin shqiptar, të shtetit shqiptar për Çamërinë. Ajo që vlen të përmend është vendosja e datës 27 qershor, njohja nga parlamenti dhe firmosja nga presidenti që u njoh genocidin ndaj kësaj popullsie dhe vendosi datën 27 qershor si ditën e përkujtimit të këtij genocidi. Ka dhe një moment tjetër në 2004 me këmbguljen edhe të shoqatës patriotike Çamëria, por njëkohësisht edhe të një grupimi deputetësh të asaj kohe kanë qenë të ballit kombëtar, dorëzuar në Parlamentin e Shqipërisë rezolutën për Çamërinë, e cila në ato kohë nuk e mori miratimin, edhe pse realisht ajo rezolut sot është një rezolut në fuqi, nuk e mori miratimin sipas kryetarit të kuvendit të asaj kohe dhe politikës së asaj kohe për mungesën e votave, por në fakt rezolut që doli më pas dhe u njoh dhe u shkrua dhe në fletëtorën zyrtare, por një rezolut e cila nuk respektohet nga shteti shqiptar. Instancat shtetërore që e kanë detyrim të respektojnë edhe kushtetutën, pra detyrimi që kanë ndaj kësaj popullsie shqiptare për të mbrojtur të drejtat e tyre, që nuk e respektojnë, por nuk respektojnë dhe atë rezolut e cila e detyron shtetin shqiptar për të angazhuar në të gjitha instancat, edhe në takimet bilaterale, po edhe në organizata ndërkombëtare ku Shqipëria dhe Greqia janë pjesë për ta ngritur çështjen Çame. Atë t'i kthehemi pak organizimit të ngjarjeve përkujtimore tashmë mbi një dekadë apo jo të gjenocidit Çam. Më thoni, ju këtë vit keni filluar nga Parisi apo jo?
Po. Nga Parisi dhe itinerari është interesant. Keni filluar në Paris dhe po vini do përfundoni në Çamëri. Shkupi ndoshta është stacioni kryesor i pushimit, mund ta themi apo jo, me gjitha ato edhe filmin dokumentar që keni shfaqur me çonin e qafë të botës të shoh Çamërinë. Dhe më thoni pse filluat në Paris? Nëse do të flasim për muajin e Çamërisë, muajin qershor që ne e quajmë qershori i Çamërisë, mund të them që okay, filloi atje, por në fakt si fondacion ne besojmë që Çamëria ka nevojë dhe çështja e çamet ka nevojë për të cilën duhet punuar ditë për ditë. Nuk është një çështje dhe nuk është një angazhim i cili do patur vetëm gjatë muajit qershor apo një javë çame. Është një angazhim që ne si fondacion po punojmë në mënyrë konsistente dhe pothuajse çdo muaj ne kemi aktivitetet tona të formateve të ndryshme për të ndihmuar në hedhjen drita asaj, për të sensibilizuar njëkohësisht. Dhe mund të them edhe para Parisit, sapo diskutuam çështjen e librit, ne kemi filluar këtë vit pikërisht në bashkëpunim me Alsarin, të cilin duhet ta falenderoj edhe unë përveçse profesor Litës, që ka bërë një punë të mrekullueshme, jo vetëm me librin, por në përgjithësi me mbrojtjen e çështjes çame, pra ka qenë në krahun ton për vite me radhë, me aktivitete të ndryshme, me botime librash, dhe padyshim për këtë libër ka një meritë të jashtëzakonshme dy studiusit, profesor Litaj dhe studiusi tjetër Shkëlzen Alimi. Kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, pse e them të jashtëzakonshme, kanë bërë një përmbledhje të dokumenta pa komente, pra ju këtu gjeni dokumentat siç janë. Origjinale të tyre, që ka një vlerë të jashtëzakonshme, jo thjesht për lexuesin e thjesht edhe nga ata që kanë interes, por edhe për studiusin. Pra, ky ka qenë një libër, një vëllim, se nuk është një libër, edhe shumë i rëndësishëm edhe për studiusit. Dhe me sa di që kjo punë po vazhdon, dhe unë e di që është një punë voluminoze, është një punë e jashtëzakonshme, dhe mua më vjen mirë për një gjë tjetër, ka edhe një aspekt tjetër që duhet ta shoh. Unë shoh dy shqiptar të Maqedonisë, dy studiusit e nderuar, të cilët janë përkushtuar një punës për të nxjerrë këtë vëllim për çështjen çame, sepse çështja çame nuk është një çështje vetëm e çamëve dhe një çështje që u takon vetëm shqiptarëve të Çamërisë, por është një çështje që i takon çdo shqiptari, është pjesë integrale e çështjes kombëtare. Dhe u jam mirënjohës profesorëve dhe studiuesve, u jam mirënjohës njëkohësisht edhe organizatës Vizioni M, e cila u bën vite tashmë që organizon përkujtimore për Çamërinë dhe jo një, po disa të tilla për gjatë një jave. Dhe për sa kohë të kemi një koshiencë të tillë nga elita, se mund të flasim kjo është elita e mendimit shqiptar, për ta trajtuar çështjen çame si një pjesë përbërëse të çështjes kombëtare dhe për mos të na coptuar më në krajina. Pra, unë them që kjo çështje jo vetëm që nuk shuhet, por është një çështje që le të themi do të marrë rrugën e zgjidhjes, sepse këtu është një kombitër që e mbron këtë çështje përveç se institucioneve. Në Paris. Tani në Paris të kthehemi tek dhe në qytetet europiane nga keni kaluar, do të thotë tani ne keni bërë takime me zyrtar të ndërkombëtar apo çfarë? Atëherë, jo, në Paris ne kemi patur një aktivitet me shqiptarë që jetojnë në Paris, patur një ekspozit e kuruar nga shkrimtari dhe diplomati Luan Rama, i cili jeton prej 35 vitesh në Paris, dhe njëkohësisht kemi patur dhe një dialog dhe një diskutim me shqiptarët që jetojnë atje. Ajo që kam bërë është që jo vetëm në Paris apo në Zyri, më pas e patëm të një takim, ajo që kam bërë është që shqiptarët pak informacion kanë për çështjen çame. Dhe kjo është padyshim që është një mungesë le të themi e mungesë fillon që në bazat dhe që në shkollat, një mungesë e Çamërisë në tekste shkollore. Dhe sot e kësaj dite që flasim, Çamëria trajtohet shumë e cunguar çështja çame dhe madje për mos thënë ndonjëherë dhe jo në mënyrën e dur dhe deformuar. Dhe kudo që kemi takuar, edhe në Paris, edhe në Zyri kemi patur takim
tjetër me bashkëdhetarët tanë atje, shoh që ka një interes për të njohur të çështje më shumë, më në detaje, dhe ajo që mua më ka impresionuar është gatishmëria e këtyre bashkëkombësve tanë në këto dy vende dhe në Zvicër edhe në Francë për të ndihmuar dhe për të kontribuar për çështjen e çame në çdo mënyrë që ata do të mundeshin. Ndërsa takim ne këtë muaj, në fillim të këtij muaji kemi patur një takim shumë interesant në Gjenevë, në zyrën e Komisionit të lartë për drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, ku kemi qenë bashkë me personalitete, mund të them, shqiptare dhe njohës të kësaj çështje si profesor akademiku, profesor doktor Plum Xhufi, diplomati dhe shkrimtari Luan Rama, kemi patur profesor doktor Bashkim Kuçukun, edhe drejtuesin e Lidhjes Shqiptarëve në Botë, zotin Nazmia Kurti. Kemi bërë një takim në Kombet e Bashkuara tek Komisioni për të Drejtat e Njeriut, i lartë për drejtat e njeriut, ku kemi informuar edhe në aspektin historik, edhe në aspektin le të themi diplomatik dhe politik për çështjen çame, gjithmonë duke e parë në këndvështrimin e të drejtave të mohuara të kësaj popullate që janë prodhuar pikërisht nga dëbimi i shqiptarëve çamërisë në 44-45. Gjetëm një klim miqësore dhe premtim që këto çështje të adresohen edhe pranë qeverisë shqiptare dhe asaj greke dhe organizatave të tjera dhe zyrave të tjera të Kombeve të Bashkuara. Po një takim shumë interesant mund ta përmend sot është edhe takimi që kam patur dje me Komitetin Shqiptar të Helsinkit në Tiranë. Ka qenë një takim shumë interesant përsëri për të patur le të themi dhe angazhimin e këtij komiteti në respektim të drejtave të mohuara, drejtave të njeriut të mohuara. Janë shumë të drejta, është e drejta e pronës. Është e drejta një nga ato që të drejtat që sot për mua janë emergjente, të cilat për cilën duhet institucionet shqiptare, po dhe kushdo që mund të bëjë diçka të hedhë syt nga shqiptarët e çamërisë, të cilët kanë lindur në çamëri, që sot janë në një moshë rreth të 90-ave, të cilët e kanë të pamundur të vizitojnë shtëpinë e tyre. Pra, kemi të bëjmë me ata që dikur ishin fëmijë, 4, 5, 10, 11 vjeç, se ta kanë mbetur dhe pak në numër të pakët janë, dhe sot e kësaj dite nuk lejohet. Dhe unë mund të them që është e papranueshme një shtet antar të Bashkimit Evropian që të kufizoj dhe të mos lejoj vizitën e këtyre të moshuarve për të vizituar shtëpinë e vet. Ka njohur Europa pas luftës së dytë botërore shumë spostime dhe dëbime popullsisht, por nuk gjej asnjë rast të vetëm. Asnjë rast të vetëm. Ky është rasti i Greqisë me shqiptarët e çamërisë, është unik në Europë. Është unik. Nuk gjej dot një rast të vetëm që mos t'u lejohet atyre që kanë lindur në një vend të shkojnë dhe të kthehen thjesht të vizitojnë. Pra, vizita nuk është se ka ndonjë gjë të keqe. Nuk po dëmton as shtetin, nuk është as akt, le të themi, sulmi, as se në fundit ta 4 vjeçarat, 5 vjeçarat apo 10 vjeçarat, ta nuk ishin ushtarë me armë të dorë që luftuan kundra dikujt apo dhe kundra Greqisë. Ta ishin fëmijë. Pra, të mohosh këtyre fëmijëve të asaj kohe dhe të moshuarve të stoshëm të drejtën për të vizituar shtëpinë, jo thjesht për të vizituar muret, dhe ato shtëpitë në aspektin fizik, por ata kanë kujtimet e tyre të fëmijërisë, aty kanë hapat e para, aty kanë varret e gjyshëve të prindërve të tyre, madje disa prej tyre të vëllezërve dhe motrave të vegjël që u vranë në oborret e shtëpisë, se duhet thënë, ata janë vrarë në oborret e shqiptarë çamërisë, në oborret e shtëpisë, nuk janë vrarë me armë në dorë. Që sot të jetë gjithë kjo armiqësi ndaj shqiptarëve. E megjithatë, ne si shqiptarë të çamërisë, po edhe si shqiptarë në tërësi që e mbrojnë çështjen çame, asnjëherë nuk e kemi kërkuar me forcë këtë zgjidhjen tonë. Ne kemi kërkuar dialog. Ne kemi kërkuar që palët të ulen, të dialogojnë dhe të gjejnë zgjidhjen për të dhënë të drejtat kësaj popullsie, të drejtat e mohuara, dhe mos të shikojmë politikan që bëjnë historianin, por le t'ja lëm politika të bëj politikën dhe të marrë përgjegjësinë
mbi atë që ka shkaktuar, dhe historianët le të ulen të diskutojnë faktet historike, kurse këtu janë ngatruar, shpesh janë ngatruar dashakeqësisht, padyshim. Unë desha të shtoj këtu në lidhje me këtë, e tha edhe Tjalketi, po unë desha të ritheksoj se me kushtetut Shqipëria e ka me kushtetut të mbrojë shqiptarët jashtë kufirit politik të Shqipërisë. E ka me kushtetut shteti shqiptar të mbrojë çështjen qame. Ka me kushtetut. Obligohet qeveria shqiptare. Të mbrojë edhe interesat e shqiptarëve në Maqedoni, në Malzi, kudo. Me kushtetut. Prandaj atë që ka thënë zoti Alketi, cila do qeveri shqiptare që është fuqi, nuk duhet bëj fushat, po duhet bëj punë. Duhet mbrojt drejtën, e drejta është ka qamë, ka shqiptarët e qamërisë, ata u dëbuan, ata u persekutuan, ndaj tyre u bë gjenocid. Edhe këtë, jo që nuk e di bota, e di bota demokratike, por heshtja e qeverive shqiptare mundëson që politika greke talët me problemin qamë, me problemin shqiptar në tërsi. Prandaj unë përkraj me, dhe më thonë, në tërsi, zotin Alketin, që duhet me çdo kusht shteti shqiptar të mbrojë interesin e qamëve të qamërisë. Po mirë, megjithatë nuk komuniteti i qam brenda Shqipërisë tani nuk është ndoshta e drejtë ta ndajmë kështu. Po për shkak se ato janë të dëbuara. Ato janë integruar tash ato. Sigurisht janë integruar. Po ato janë qamë. Ata e dinë origjinën e tine. Sigurisht, ato janë qamë, do thotë tani kur them kështu mos bëjmë ndarje, në gjithemi shqiptar, kupton? Po tani Krahina se nga vijmë, ndoshta edhe na dallon. Po qamëria është Shqipëri. Po. Qamëria është Shqipëri. Po tani është jashtë kufive politikë Shqipërisë, do thonë, kjo është na vend, por realiteti është ky. A nuk janë, në thotë komuniteti i qam, nuk është, si thuash, mjaftueshëm i këmbgulës që të bëjë një presion qeverive shqiptare, do të thotë vazhdimisht për ta adresuar këtë çështje, për ta marrë më seriozisht çështjen qame. Atëherë, unë nuk do të thoja kështu, pasi edhe pak më herët unë e përmenda që kjo është një çështje që nuk i takon vetëm një popullsie, qartë, por megjithatë qamërisë. Unë mund të them që prej organizimeve të para që qamët kanë ardhur në Shqipëri në 45-ën, Komiteti Antifashist Qam që përmendi profesor Litaj, edhe me krijimin e shoqërisë Qamëria. Shoqëria Qamëria dhe shumë intelektual qam dhe vitet e fundit dhe fondacioni Qamëria Santasini, padyshim që i kanë bërë kërkesa të tyre, kanë bërë presione, le të themi në mënyrën, le të themi qytetare, se ne nuk mund bëjmë presione me armë, ndaj askujt. Dhe ndaj kërkesa të ndryshme, ndaj shtetit shqiptar, madje edhe zyrtarisht, por asgjë nuk është marrë parasysh nga shteti shqiptar. Po të marrë raste për shembull shumë të thjeshta për të kuptuar, më shumë për ta ilustruar. Vitin e kaluar kishim një rast të një aktivisti, mund ta njihni edhe juve, të çështjes qame, shkruan për qamërinë, është ai që mban stendën Qamëria në çdo panair libri që bëhet, dhe në Shkup ishte para pak ditësh, Arben Kondi. Dhe i drejtohemi zyrtarisht qeverisë ministrisë së jashtme, sepse u kthye Arben Kondin e kthejnë në një fugon që ishin 10 veta, vetëm Arben Kondin kthejnë në doganën në qafë bot, i thonë ti nuk lejohesh të kalosh teja, sepse e njohën që ai është një aktivist. Dhe si fondacion, ne reaguam edhe publikisht, por edhe në mënyrë institucionale. Pra, i kemi dërguar një shkres, Ministrisë së Jashtme, ambasadës tonë në Athinë dhe konsulatës tonë në Janin, edhe zero. Përgjigjja e tyre ishte, mund të themi, ishte një injorim. I detyruar pastaj, po të njëjtën, le të themi, shkresë kemi dërguar dhe tek Komiteti Shqiptar i Helsinkit, dhe për hir të vërtetës, atëherë pati një reagim nga këto institucione shqiptare, të cilat futen në komunikim me Ministrinë e Jashtme greke dhe kthehet përgjigjja që unë nuk prisja ndonjë përgjigje tjetër, të thonë që mund ta apeloj dhe kaq. Por ajo që vlen është që zërin ton, këto institucione nuk duan ta dëgjojnë. Pra, tërkohën e kanë injoruar, gjithkohën e kanë injoruar. Dhe është shumë e rëndësishme që kjo çështje tashmë duhet trajtuar si një çështje, le të themi, nga të gjithë shqiptarët, siç po trajtohet. Dhe ky ka qenë një nga misionet dhe Fondacioni Qamëria Santasini, që edhe në aktivitetet tona, edhe në takimet që bëjmë, mos i bëjmë thjesht vetëm me shqiptarët e Qamërisë, por për ta hapur këtë çështje dhe për të kërkuar mbështetjen, le të themi, të çdo shqiptari që ka mundësi të bëjë diçka.
Por pa dyshim, institucionet janë ato që kanë detyrimin kushtetues dhe kanë edhe mundësit reale për të zgjidhur diçka. Se këto organizata, si puna e fondacionit, si puna e shoqërisë Shamëria që nga 91-shi deri kohët e fundit, pa dyshim kanë në dorë vetëm të ngrenë zërin dhe por zgjidhjet kërkojnë institucionale. Mua vjen keq për diçka që, dhe këtë duhet ta them, është që edhe nga shteti shqiptar, por edhe nga Parlamenti i Shqipërisë, sa herë kanë përmendur ndonjëherë çështjen Çame, ka patur vetëm folklorizma. Pra, ç'do të them folklorizma? Nuk ka patur lëvizje institucionale, nuk kanë patur të shkruajnë një cop letër të drejtojnë qeverisë greke, apo dhe deputetët shqiptar të Parlamentit shqiptar, të drejtojnë dhe qeverisë shqiptare. Le të themi ministrit i jashtëm, që ç'bëhet me këtë çështje. Pra, janë mjaftuar vetëm atë që e themi një fjalë në parlament, dhe po e tham një fjalë në parlament, e kemi folur për Shamëri. Jo, kjo nuk është politika, ka nevojë për angazhim. Votohen nga zgjedhësit për t'u angazhuar politikisht, jo për folklorizëm, folklorizma të bëjnë shoqatat. Dhe kjo ka ndodhur edhe nga shteti shqiptar, edhe nga Parlamenti i Shqipërisë që nuk e ka marrë seriozisht ndonjëherë çështjen Çame. Avdi, unë desha të plotësoj këtë që e tha. Unë me gjithë ato, këto aktivitete që po zhvillohen, kjo sidomos këtë dekadën e fundit, nga Fondacioni Hoxha Taksimi, nga Vizioni, nga shoqata Vizioni, por edhe nga Fondacioni Alsar, unë desha të theksoj se 2023-ën, Fondacioni organizoi një konferencë, simpozium shkencor kushtuar Çamërisë, edhe ati morën pjesë një numër i konsiderueshëm i studiuesve eminent shqiptar, edhe ata janë botuar. Po duhet zgjerohet, nuk e mjaftueshme, duhet zgjerohet, unë mendoj, jap një propozim që edhe zoti Alketit, se për punën që është e bë, kjo është e jashtëzakonshme, që dashqeveria ta bëjë e bën Fondacioni Hoxha Taksim, që vitin e ardhshëm këto manifestime qershorit jese edhe në Kosovë, edhe në Kosovë të organizohet qoftë në konferencë, qoftë në manifestim edhe në Kosovë, unë jam i bindur se vetëm mungon kontakti dhe nisma dhe në Kosovë duhet të zgjerohet, sepse vetëm me këtë ne bëjmë një punë që do ta lëmë gjallë shpresën e çamëve që një ditë do të kthehet e drejta ka. Domethënë, shpresën, mos ta humbin shpresën tërësi, dhe edhe sepse shumë pak kanë njohuri shqiptarët. Është shumë pak shqiptarët në trevat lindore, apo Maqedoninë e Sotme, në Kosovë, Malzi, shumë pak kanë njohuri, e din si Çamëri, po çka ka ndodhur, nuk e din. Dhe prandaj e din një pjesë intelektuale, po jo gjithë masat, pak kanë informuar. Prandaj unë mendoj se do duhet vitin e ardhshëm, ja, është edhe zoti Alketi, që fillohet bashkëbisedimi edhe në Kosovë, zgjerohet ky manifestim, domethënë muaj qershor, kese edhe në Kosovë një lloj qoftë edhe modeste, por përmendet Çamëria dhe Çam. Do më lejosh edhe një minutë. Këto vitet e fundit ka le të themi një organizim të shqiptarëve edhe në shtetet e tjera, në Kosovë po biles unë përmend një simbolik shumë interesante sot të shoqatës Çamëria në Kosovë, që bën një kurort të zezë para ambasadës greke, për të kujtuar, le të themi, edhe për të dhënë një mesazh që për mua ishte një simbolik shumë e bukur, e gjetur shumë bukur, dhe ata kanë patur në shoqata Çamëria Kosovë ka vite që funksionon dhe kanë patur aktivitete të jashtëzakonshme. Ajo që ndodh, do të dilet e kjo, ajo që ndodh është që ne edhe si fondacion kemi patur, të paktën këto vitet e fundit kemi patur bashkëpunim me Vatrën, në Shtetet e Bashkuara, aktivitete. Kemi patur me Federatën e Organizatave Shqiptarëve në Itali, FNAIN, që janë gjithë bashkimi i federatave, por me lidhjen e shqiptarëve në botë në Zvicër, po shoqata Çamëria në Kosovë, Vizioni më këtu dhe disa organizata të tjera. Pra, është një koordinim që tashmë po ndodh midis disa organizatave që janë në mbrojtje të çështjes kombëtare dhe njëkohësisht nuk e ndajnë dhe çështjen Çame nga agjenda e tyre, le të themi, e punëve të tyre. Pra, unë shoh shumë pozitivisht që ka një lloj zgjimi të shqiptarëve dhe jo vetëm të shqiptarëve të Çamërisë
por edhe në Shqipëri janë organizatat, shoqata të ndryshme që ne kemi bërë aktivitete shumë të mira, si shoqata Lëbëria, shoqata Tirana, Alsari, punë të mrekullueshme, Alsari ka bërë një punë të jashtëzakonshme këto. Pra është një zgjim dhe ajo që po shoh është që të gjitha këto organizata po koordinojnë me njëra tjetra, po bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të bërë aktivitete të përbashkëta. Mirë, tani unë mendoj se kjo ka marrë për masa, më të zgjeruara çështja organizimit të përkujtimit apo përvjetoreve të gjenocidit Çamarisë. Viteve të kaluara nuk mendoj për çdo vit është të shtuar dhe është hapur apo jo, ajo që është interesante, ajo që është gjithmonë ka qenë, nuk them ka shumë vite u bën dekadë tashmë që ka organizime në qafë botë edhe në Klogjer atje ku prehen viktimat dhe ata që humbën jetën gjatë rrugës që erdhën në Çamëri. Por ka 2 vite, vitin e kaluar, filloi për herë, para dhe këtë vit është po njësoj, është që ajo që ne kemi pritur prej kohësh që të jenë institucionet shtetërore të organizojnë këtë ceremonial në Klogjer dhe në detyrimin kushtetues dhe kur që kanë, është viti 2 që organizon Bashkia e Çamërisë e Konispolit këtë aktivitet. Dhe kjo është risi, është ajo që ne kemi pritur prej vitesh, që institucionet shqiptare të përfshihen dhe të marrin drejtimin pas edhe rol të rëndësishëm, por nga ana tjetër shoh një indiferencë të zyrtarëve të tjerë. Sot e lexova duke ardhur është një grupim i të rinjve Çami Koruc, të cilët ishin drejtuar me një letër gjithë deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë që ejanin në Klogjer për të vendosur një tuflule. Nuk po kërkojmë as me sa lexova, as diskutime, as debate, as të paktën ne janë nderoni. Është në dinjitetin e tuaj dhe të atyre zgjedhësve që juve ju votojnë për të nderuar historinë e kombit tuaj. Ka qenë një gjetje shumë e bukur, pra ka një zgjim. Kjo është e mirë, sigurisht. Ajo që më la shumë përshtypje, dhe në thotë edhe më emocionoi, ishte një fjali e nënës Çame në dokumentarin që keni realizuar vitin e kaluar, më duket se koha për të kthyer në shtëpi. Po, ka 2 vjet për 80 vjetorin. Ajo tha kështu, Çamëria është e mirë, po kush e ka? Në thotë, zoti Veliu, konkretisht dhe shkurt, çka kërkojnë çamët? Çfarë duan që të zgjidhet në Çamëri? Për ta pasur shumë të qartë. Çamët kërkojnë ato të drejta që u mohuan, pra e drejta për të jetuar në shtëpinë e vet. Çamët kërkojnë, dhe këto janë kërkesa që janë konsistente të shqiptarëve të Çamërisë, që nga momenti që u deportuan dhe erdhën në Shqipëri dhe deri ditët e sotme. Pra ne kërkojmë kthim në shtëpitë tona me gjithë çdo të drejtë që buron nga kjo e drejtë e kthimit. Çamët i kanë pronat ende atje? Po sigurisht, pronat janë, ka një politikë të sekuestrës konservative të pronës të çamëve në Greqi, pra shteti grek as ta merr juridikisht, as ta jep. Kjo është situata e pronave çamëve. Por nga ana tjetër kërkojnë çdo të drejtë që duhet të gëzojë një qytetar i lirë europian për të jetuar në shtëpinë e vet. Kaq kërkojmë. Nuk po kërkojmë luks apo kërkojmë një gjë ndryshe nga jo privilegjet, nga të drejtat që gëzojnë minoriteti grek në Shqipëri apo minoritetet të tjera në Shqipëri apo minoritetet të tjera në Bashkimin Evropian. Pra po kërkojmë të jetojmë në shtëpitë tona, të kthehemi në shtëpitë tona, dhe duke gëzuar të gjitha të drejtat, që nga e drejta e pronës, e drejta e gjuhës, e drejta e zgjedhjes, janë shumë të drejta, ato që parashikojnë konventa ndërkombëtare për minoritetet dhe kurse se më të mirë që e hapa dhe këtë si temë, sepse shpeshherë jemi akuzuar si shqiptarë të Çamërisë që kërkojmë ndryshim kufish. Asnjëherë të vetme nuk është artikuluar nga asnjë institucion, organizat e shqiptarëve të Çamërisë, pas nga institucione shtetërore shqiptare, që kërkohet ndryshim kufish. Këto janë teza të cilat janë shumë dashakejse, që kryesisht vinë nga Matan Kufiri dhe ka dhe altopolanta brenda Shqipërisë të cilët i propagandojnë, për të treguar dhe për të thënë dhe botës që për të bërë të papranueshëm para botës, për të thënë që ta kërkojnë ndryshim, janë irredentistë, ta kërkojnë ndryshim kufish, gjë që nuk pranohet sot më në Europë, kaq kollaj. Dhe kjo ka qenë më shumë për të distancuar, le të themi, pjesën tjetër të popullsisë dhe opinionin publik në Shqipëri dhe në Greqi ndaj çamëve. Por kjo nuk është e vërtetë, çamët kërkojnë kthimin në shtëpitë e tyre dhe ndryshim kufish. Atëherë për fund,
çështja Çame, do të thotë, është çështje politike, realisht e shtetit shqiptar, po çështje morale e gjithë shqiptarëve. Ju keni filluar nga Parisi dhe tani jeni në Shkup dhe do përfundoni në Çamëri. Si do jetë ai fund, do të thotë, i gjithë këtyre aktiviteteve? Çfarë do bëni atje? Atëre, unë më përmenda që ai është një organizim, ai që do të bëhet në Klogjën dhe në Konispol është një organizim i Bashkisë së Konispolit, pra është një bashkim institucional, shtetëror, dhe atje ne në Klogjë shkojmë dhe nderojmë të rënët tanë. Nderojmë futimin e tyre. Atje janë varet e një pjesë të madhe të atyre që humbën jetën në rrugtimin gjatë rrugtimit. E përmendi profesor Litaj që nga mungesa e ujit, pasi ka qenë një vap e madhe në qershorin e 44-s, por dhe ata që kanë humbur jetën, ka qenë një ftohtë i madh që humbën në janar, shkurt, mars të 45-s. Pra një pjesë e madhe kanë humbur jetën dhe një pjesë e madhe varreve janë atje. Dhe ne shkojmë nderojmë kujtimin e tyre, kujtimin, le të themi, të historisë tonë, të identitetit tonë. Dhe më tej do të kemi dhe një aktivitet në sheshin qendror, sheshin Çamëria, në bashkinë e Konispolit. Pra, ne jemi në Çamëri atje, bashkia e Konispolit është Çamëri. Një aktivitet ku padyshim do të ketë dhe fjalime, do të ketë edhe filmin e fundit që kemi bërë me shkrimtarin dhe diplomatin Luan Rama, që ne promovuam edhe këtu në Shkup një javë më parë, do të promovohet edhe në Konispol, pasi xhirimet në fakt janë bërë Konispol dhe Bashkia e Konispolit ka dhënë mbështetje goxha të madhe. Ky është ajo që përfundojmë, pra ne përfundojmë në Çamëri. Domethënë gjithë këto aktivitetet që janë për, le të themi, në përkujtim të 27 qershorit, ne çdo 27 qershor jemi atje. Por siç e përmenda pak më parë, aktivitetet të paktën ne si Fundacion Çamëria kemi vendosur dhe kemi vite që kështu po funksionojmë, që aktivitetet nuk i kemi të një muaji, të një jave, po jemi çdo ditë që punojmë për çështjen Çame. Dhe pra, unë ju falenderoj, zoti Veliu, që ndatë kohë dhe t'jeni pjesë e kësaj emisioni special ditës sot në televizion. Faleminderit juve dhe është viti 2 të radhazi që ne diskutojmë për Çamërinë dhe e vlerësoj shumë këtë angazhim të televizionit tuaj dhe ju si gazetar. Faleminderit. Zoti Lita, faleminderit edhe juve për kontributin sigurisht dhe për pjesëmarrjen në emision. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne këtu po e mbyllim këtë speciale ditës dhe mirëtakofshim në raste të tjera, pse jo, sa më shpesh me tema për Çamërinë. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.